Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të medias, si kandidate për deputete e Partisë Demokratike për anën e Malit dhe si bi që do të luftoj gjithmonë për këtë zonë të lënë pas dore prej vitesh, nuk mund të hesht përballë farsës që po luhet sot mbi kurrizin e banorëve të ndershëm të këtij komuniteti. Në vend që të ofrohet një zhvillim i qëndrueshëm, qeveria vendore ka zgjedhur të risjellë të njëjtën skenë të vjetruar, asfaltim i minutës së fundit me makina që vinë e shkojnë sa herë ofrohen zgjedhjet. Papritur, pushteti zbulon anën e Malit, jo nga ndjenja e përgjegjësisë, por nga frika e humbjes. Kjo nuk është punë, kjo është propagandë, nuk është investim, është fyrje për inteligjencën e banorëve tanë. Asfalti elektoral nuk mund të zëvendësoj 4 vjet neglizhencë, as të fshi mungesën totale të vizionit për zhvillimin e zonës tonë. Rruga që ndërtohet sot për të marrë votën do të shkatërrohet nesër bashkë me premtimin që s'u mbajt kurrë. Anës Malit i është dashur gjithmonë më shumë se një makineri asfaltimi përpara zgjedhjeve. I është dashur respekt. I është dashur përfaqësim i ndershëm. I është dashur një zë që flet dhe punon për ta. Jo një pushtet që kujtohet vetëm kur ka nevojë për votën. Si kandidate e Partisë Demokratike dhe si qytetare që jeton dhe ndan çdo ditë hallet me ju, angazhohem jo për show televiziv, por për punë reale. Jo për rrugë që duken bukur në fletushka, por për politika që ndryshojnë jetën tuaj për mirë, në arsim, në bujqësi, shëndetësi dhe në infrastrukturë të qëndrueshme. U bëj thirrje të gjithë banorëve të anës së Malit. Mos e lini votën tuaj të blihet nga asfalti elektoral. Zgjedhjet nuk janë ankand. Janë mundësi për të ndërshkuar mashtrimin, për të sjellë ndryshimin. Bashkë le të kthejmë anën e Malit në prioritet dhe jo një ndalesë kalimtare për fushata të rreme. Koha e mashtrimeve ka mbaruar. Tani është koha jonë.